Një detaj nga koha kur unë Seliçekun nuk e njihja. Por rastisht isha në zyrën e Kosovës në Tiranë. Dhe pikërisht nga mjedisi i Evropës, i Gjermanisë, e Zvicrës, pikërisht përmes Hafiz Gagicës, Ymer Berishës, kishte lindur ideja për të ushtruar një grup të rish për luftë për cilën ne ishim të sigurt që nuk do të mund ta shmangim të vinë në Tiranë. Domethënë ishte një ide dhe një organizim në një mënyrë idekëve të lidhjes demokratike në Evropë që unë fare rastësisht bëra një shërbim të kësaj me që ndodhesha në atë zyre, me që kisha një kontakt me qeverinë ateshme edhe sidomos me ministrin e mbrojtjes, një personalitet i shquar edhe civil, qytetar, si Perikliteta, që ishte ministri i mbrojtjes, veç ndërhyra që të krijohet një mundësi këtyre të rive të ushtrohen atje. Kaq. Nuk i di një as emrat e tyre, nuk e di një as vendin ku ushtronin. Disa herë kisha dashur të shkoj, ndihmësi që kisha në zyre, një Ymer Berisha, ashtu një hero, një trim, që e përshëndesin nëse na dëgjon dikun, më tha, o profesor, më të shkoj se jemi të rrethuar nga përgjus këtu në zyre dhe mezi presin të zbulojnë vendin, ku janë. Perikliteta kishte caktuar një nga oficerët si pas ti, edhe si pas përshtypjes time edhe të Hafizit që kontaktonte me të, një nga oficerët më të shquar, më të besueshëm, që të merrej me këta të ri. Dhe një ditë më merr në telefon. Thot, shikon se këta djem të kanë një problem që unë s'mund të asgjith. Pranoj të lutem në zyre dhe me oficerin erdhe 2 nga ata. Që unë s'u di një as emrat, as i kisha pa. Edhe i pyeta u thoni, çfarë problem keni? Këta të gjithë vinin, kur vinin, në Shqipëri 2 grupe vinin përmes një pjesë rekrutoheshin në Kosovë, është problemi gjerë, është si rekrutoheshin në lidhje që kanë pasur këta diasporës me Kosovën, por vinin nga Evropa dhe ktheheshin ashtu, përsëri. Vinte i merte ndonjëri, Ymer Berisha, Hafiz Gagica, edhe i theme, pse nuk kthehej, çfarë problem keni? Njëri nga ata më thotë, duam t'i bjem trup kufirit. Unë e njoh terrenin mirë, edhe jemi një 10-15, ke mbaj mend numrin që ma tha ai, duhet shkojmë që duhet të marrim do armë me vete që jemi duar thate. Të marrim nga pejë jashtë Kalashnikov, sa mund të mbaj. Kjo përgjigja për mua ishte e papritur. Do të them që në moment nuk dinja të jam një përgjigje të prerë në moment. Më kujtojnë këto qaste se tash do ta shpërthejnë kufirin. Pa i kufiri ka rezigje. Do të shkojnë dhe të vritën të gjithë. Dhe është një vendim me përgjegjësi, do të them. Dhe unë ju ktheva këtij oficerit shqiptar. Në atë moment, duke e ditur që t'u them jo është e pamundur, thash dakord, le të kalojnë, por të siguroni kalimin 100% aty në kufi. Njëri nga ata më tha, profesor, kush në këto puni që po bëjmë ne, edhe ju, kërkon siguri
100% më mirë letërim në shtëpi. Kjo ishte një leksion i përjetshëm nga një njeri i vendosur, inteligjent, që ka dalë i bindur që edhe mund të mos kthehet i gjallë. Më thënë një luftar i kësaj natyre. Mandej unë pata rastin të takojt me Sali Qekajn, duke qenë e qever këtu në Stuttgart. Sajrë vinja, sajrë vaj mentur më priste, edhe unë kësha qirë të më prejzë vitnja më përcilte, dhe Sali Qekajn për mua ishte një shofer, jetësor në kuptimin metaforik, por edhe konkret, real, kur unë tren vesha që do t'a humbim aeroplanin për të kthyer rrugëve të Stuttgartit, ai fliste pak, edhe kur më thoshte do mbrim, edhe nuk e zgjatem shumë dhe do më thënë, ishte edhe në kuptimin metaforik një njeri që ndjeshe i sigurt në duart e Saliu. Ndjeshe i sigurt edhe kur i besonje diçka ati, ose kur pranonje një vizion, një vendim të ti, ti e dinje që është në duart sigurta. Dhe në verën, në korikun e 1998, Sali Qekajn bëri një telefon vonë mbasdite në vendlindjen time në Preshtë të Maqedonisë, duke me lutur, kam nevoj shumë të vish në Tiranë. Unë po kërkoj falje pak edhe me të më falni edhe për moshën që kam emocione, dhe unë nisa nga Prespa dhe di që mbriva diku nga mesnata në Tiranë, më priste Sali Qeku bashkë me një mikun time dhe të tim, edhe ma tregoj halë. Sa jam ditë në Tiranë, por nuk u kryeva do të asnjë punë. Dhe unë i bella telefon dhe zgjova në mesjat, në mesnatë Perikliteta më hapte telefonin, edhe pse ai ishte ministër tash i punëve të brendshme, ministri i ushtërisë ishte Brojka, që unë nuk i kisha raportet aq të afërta si që kisha me Perikliu, dhe lam takim të nesrit në zyrën e Perikliut. Shkuam në Hotel Fruja, më kishte rezervuar vente dhe mua, Staliu, dhe deri në mëngjes kemi biseduar, kemi qarë hallet tona, unë diçka kam shënuar nga ato biseda, po mund të them kaq që Saliu e kishte ndjerë që sikur na ka hyrë një virus edhe për brenda, një hile sikur është sa do fluide dhe në hajë këto e pranishme, por krejt këtë do të alem, do të harojmë në moment në ndonë të aji, ishte vizion i tillë, genial për mua, kur të kryet krejt kjo do të merrem i vesh, tash të harojmë këtë lloj hile që e ndjente. Vesh tash një çështje, një problem fare tjetër. Kemi ndajtur deri në mëngjes, shkuam te Perikliu, Saliu i dori një regjistër të gjatë të asaj që kërkonte. Mua ma tregoi që në juni jemi në krizë një grup ushtarësh.
në rrezik. Dhe unë për i kjo t'i thash që nëse nuk u ndihmohet këtyre dhe mund të ngjajë një tragjedi, do mbetet një njohur e shtetit. Ajo e pyeti Saliu, a i kemi ne këto arme që po i kërkon ti? A i tregoj, jo që i kanë, po edhe ku i kanë. U krye kjo punë, mua më përcolli Saliu, unë isa përsëri nga Erma, në mbrëmje lamë të dëgjojemi, Saliu më tha që kryeva, por jo në lartësinë që e dëshironja dhe e prisja. Nuk e mora vesh asnjëherë sa ishte ajo përqindje që i kryen punë, dhe erën edhe njëre dëgjova zërin e tij disa ditë pas rënies së Ro, isha pranë Afizgagicës diku në kohën e luftës në Maqedonia, ku ishim aso kohë Afizi mbante kontakte më të shpeshta me telefonu, jo s'kisha aparate të ataj fuqie, edhe u dëgjova edhe njerë zërin e gjatë të dhije, kjo ishte në fund.